Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka përfunduar numërimin e votave të ardhura me postë, duke publikuar edhe rezultatet përfundimtare të këtij procesi. Sipas përdrajtësimit më të fundit nga KSZ-ja, lëvizja vetëvendosje, LVV, ka dalë forcë kryesore me 51.57% të votave të numëruara, që përkthehet me 31.963 vota. Në vendin e dytë rendit Lidhja Demokratike e Kosovës LDK, me 30% të votave, apo 18.933 vota të siguruara. Partia Demokratike e Kosovës PDK ka arritur të marrë 9.48% të votave me postë, duke grumbulluar gjithsej 5.878 vota, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës AFK ka siguruar vetëm 3.23% të votave, apo 2.000 vota, duke u renditur e fundit ndër forcat kryesore politike në këtë proces. Me rezultatet aktuale që përfshin edhe votat në vend votime në Kosovë, ato në përfaqësi diplomatike dhe me postë, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të krijuar qeverinë e ardhshme. Për të pasur shumicën, duhen së paku 61 deputet në kuvendin me 120 ulësit të Kosovës. Si partia e parë, vetëvendosja i ka kaluar aktualisht 48, udhëheqësi i saj kryeminist Albin Kurti për zotuar se do të formojë një qeveri në mënyrë të pavarur. Partitë aktuale në opozit, përveç nismës, e kanë përjashtuar mundësinë e koalicionit me të. Tashmë mbetet të shihet se si do të rakordohen këto forca politike në Kosovë për të përcaktuar qeverinë e re.